Gjuetia në zonat të mbrojtura është ndaluar. Por në të shkuarën ka pasur raste kur ligji është shkelur dhe kanë pësuar kafshët e egra. Zonat malore ku ndër vite është hasur gjuetia ilegale janë Shutmani, Oshlaku, Kozha Ballkani, liçeni i Jazhnicës, Bistra dhe Koritniku. Rastet të vrasjes së kafshëve të egra kanë ndodhur edhe në vitet e fundit, të cilat janë raportuar në rrjete sociale me anë të fotografive. Përgjegjësit e drejtorisë së Parkut Kombëtar Sharri pohojnë se në vitet e shkuara gjuetia ilegale në këtë zonë të mbrojtur ka qenë më e theksuar, por se në 2 vitet e fundit ka pasur rënje për shkak të bashkëpunimit më të ngushtë me organet të ligjzbatuese. Siç dihet me bazën ligjore që ka pashët kombëtare, gjuetia nuk lejohet në brenda territorit të Parkut Kombëtar Sharri. Ndërsa është ndaluar me ligj gjuetia në territor të parkut. Sa respektohet duke ditur që vitet e kaluara ka pas një gjueti ilegale më të theksuar, më me thonë me bindje plot që këto 2 vitet e fundit kemi një rënje të gjuetisë, për shkak të më tepër për shkak të bashkëpunimit që kemi me stacionet e policisë që shtrihet pra territori i Parkut Sharrit shtrihet në regionin 5 komunave, duke filluar nga komuna Dragashit, Prizrenit, Suarekës, Shtërpcës dhe Kaçanikut. Pra, bashkëpunimi me institucionet e nivelit lokal dhe qendror ka ardhur dhe stafit, normalisht edhe stafit e drejtorisë së Parkut Sharrit, ka ardhur drejt një zvogëlim i aktiviteteve ilegale përkatësisht gjuetisë. Ai ka pranuar se numri i rojtarëve është i pamjaftueshëm për parandalimin e rasteve të tilla. Numri i rojtarëve është shumë i vogël, duke ditur që ne menaxhojmë rreth 54.000 hektarë dhe thashë që shtrihet në territorin e 5 komunave, numri është shumë i vogël. Ne me stafin ton e mbulojmë vetëm me staf të rregull e mbulojmë vetëm komunën e Prizrenit dhe Suarekës me rojtar, ndërsa 3 komuna tjera, si Dragashi, Shtërpca dhe Kaçaniku mbulohet me rojtar sezonal, çka do thotë që është i pamjaftueshëm për me mujt me realizu apo mi parandalu gjitha aktivitetet ilegale që mund paraqiten në territorin e Parkut Kombëtar Sharri. Drejtori i bujqësisë në komunën e Prizrenit, Bexhat Bytyqi, pranon se ka pasur raste të tentimeve të gjuetisë ilegale dhe se në raste të tilla veprojnë organet e rendit. Kemi raste tentimeve, po punëtorët tanë i parandalojnë këta. Bashkarisht me policinë dhe me gjithë tjera marrin masat, mund t'ju konfiskohen edhe armët gjuetarëve, kështu që apeloj që mos dalin pa leje. Ndërsa kryetari i shoqatës së gjuetarëve Bistrica, Azmir Miftari, pohon se gjueti ilegale ka, megjithse insiston se përqindja është ulur mjaft në vitet e fundit. Gjueti ilegale për fat të keq ka pasur gjithmonë dhe ekziston edhe sot e kësaj dite. Njëra nga arsyet përse ekziston gjuetia ilegale është se komuna e Prizrenit nuk i ka dhënë në menaxhim ende vendgjuetit, pra të dihet kush është menaxheri i vendgjuetisë. Flas konkretisht për vendgjuetin në Zhub. Përkundër kësaj e kemi rojen e gjuetisë që punon 12 muaj dhe ruan brenda mundësive terrenin ton të gjuetisë. Gjueti ilegale ka pasur dhe ka, por jo në përqindjen që dikur ka qenë, me që kjo përqindje është ulur mjaft. Dosta je taj procenat smanjen. Gjavit Statovci, drejtori i drejtorisë për menaxhim me kafshë të egra, gjueti, kullosa dhe ekoturizëm, sqaron se çështja e gjuetisë dhe ndalesave rregullohet me ligjin përkatës. Kjo çështje është e rregulluar me ligj dhe bazuar në ligjin për gjuetit që ne apostrofuam, janë të rregulluara edhe zonat në të cilat është ndaluar gjuetia, siç janë rezervatet strikte, monumentet e natyrës, varrezat, afërsia rreth 300 metra në afërsitë vendbanimeve, domthonë edhe shumë zona tjera në cilat është ndaluar rrepsisht gjuetia, si edhe rregullon çështjen
në zonat cilat është e lejuar gjuetia, se me çka duhet të jenë ato të kompletuara në mënyrë që të kanë të drejtën e zhvillimit të gjuetisë dhe të organizojnë gjueti. Sipas tij, për aktivitetin e gjuetisë është e nevojshme themelimi i vend gjuetisë dhe të jepet në menaxhim. Pikë pari, për të bë gjueti, duhet të jetë e themeluar vend gjuetia dhe duhet të jetë edhe në menaxhim ajo vend gjueti. Nëse këto dy faza kanë kaluar me sukses, atëherë menaxheri i vend gjuetisë është i obliguar që të hartoj planin menaxhues 10 vjeçar, i cili duhet të jetë në harmoni të plot me programin zhvillimor të gjuetisë, cilin e nxjerr ministria. Nëse ka hartuar planin menaxhues 10 vjeçar, atëherë menaxheri i vend gjuetisë obligohet që të hartoj planin operativ vjetor për gjueti. Nëse të gjitha këto kritere janë plotësuar, atëherë në sezonin e gjuetisë, menaxheri i vend gjuetisë mund të organizoj gjueti në kufit e vend gjuetisë vetë, cilën organizim nëse veç vendos dhe i ka këto kritere plotësuara, obligohet që ta lajmëroj edhe në organet e rendit me qëllim që të jenë në njohuri se këtu do zhvillohet gjueti dhe frekuentimi duhet jetë pak më me kujdes edhe i qytetarëve edhe i gjithë atyre që e frekuentojnë në zonën. Mirë po në Prizren, ashtu edhe në disa komuna të këtij rajoni, vjet nuk është lejuar hapja e sezonit të gjuetisë. Madje gjuetarët nga komuna e Prizrenit janë ankuar se prej shumë vitesh nuk hapet sezoni i gjuetisë për shkak të mos themelimit të vendgjuetive e mos dhënies në menaxhim të tyre. Për këtë shkak edhe kanë protestuar, duke kërkuar zgjidhje për këtë çështje. Zaista se nalazimo u jednoj nezavidnoj poziciji. Vërtet ndodhemi në një pozitë të palakmueshme, që disa vite gjuetia në trevën tonë përkatësisht në komunën e Prizrenit është ndaluar. Ministria hap sezonin e gjuetisë, por ne brenda 1 ose 2 dite marrim vendimin nga komuna e Prizrenit që gjuetia është ndaluar. Gjuetarët demoralizohen, nuk duan të paguajnë antarësinë, kanë qenë për të cilët përkujdesen gjatë tërë vitit dhe mezi presin sezonin e gjuetisë, por komuna na dërgon dokumentin se gjuetia nuk është e lejuar. Gjuetarët kanë më së paku faj për këtë situatë. Kjo është pa aftësi e komunës së Prizrenit që ta zgjidhë këtë problem. Gjendja është mjaft e keqe për gjuetarët e Prizrenit. Sipas të dhënave të organeve përgjegjëse, në rajonin e Prizrenit, gjuetia mund të zhvillohet vetëm në komunën e Suharekës. Në regionin e Prizrenit, bazë informatave që na posedojmë, aktualisht vetëm në komunën e Therondës është e themeluar dhe dhënë në menaxhim vendgjuetia dhe e cila është aktive. Aty domethënë mund të organizohet gjueti nëse menaxheri i vendgjuetisë ka të hartuar planin menaxhues afatgjat dhe planin vjetor të gjuetisë. Komunën e Malishevës ka skaduar domthon kontrata e cila ka qenë edhe në vendgjuetia në menaxhim, domthon ka veç një vit që ka skaduar dhe pritet mu zhvilluar procedurat e reja të dhënies menaxhim të vendgjuetisë. Kurse në komunën e Sharrit dhe të Prizrenit për momentin nuk janë kryer këto procedura deri në fund domthon të dhënies në menaxhim të vendgjuetive dhe për këtë arsye nuk mund të organizohet gjueti. Me ligj është e rregulluar dhe është ndaluar aty të organizohet gjueti me qenë se nuk janë kaluar këto procedura. Bile me sa kemi informacion në komunën e Prizrenit procesi ka shkuar edhe në procedurë gjyqësore mes operatorëve të cilët kanë aplikuar për me marrë në menaxhim me qenë se ka pas ankesa domthon ndaj njëri tjetrit, kështu që për atë çështje do të vendos organi kompetent gjyqësor dhe pas atij vendimi gjyqësor do të vendoset se si do të veprohet tutje lidhur me dhënien menaxhim vendgjuetive në komunën e Prizrenit. Zyrtarët e komunës së Prizrenit pohojnë se çështja e vendgjuetive në këtë komunë pret verdiktin e gjyqësorit. Po ne si komunë jemi të gatshëm që të vazhdojnë procedurat e dhënies në menaxhim të ndonjë operatori ekonomik, po për momentin janë problemet, landa e cila më parë është dhënë në menaxhim një operatori ekonomik është në gjykat, andaj pa u zgjedhur çështja e gjykatës ne si komunë nuk mund të japim ndonjë zgjedhje tjetër. Pra presim vendimin e gjykatës dhe mbas të asaj veprojmë atutje.
Zyrtarët theksojnë se qëllimi nuk është ndalja e gjuetisë, por zhvillimi i saj në mënyrë të organizuar. Nuk është qëllimi që stopohet gjuetia, por qëllimi është që të vuhet një rend edhe me këto ndalesa, sepse edhe monitorimi edhe kontrolli është një hall shumë e rëndësi e zinxhirit menaxhimit qëndrueshëm të faunës tegër. Domthonë, gjuetia duhet të organizohet dhe të lejohet zonat ku janë plotësuar kriteret dhe ku mund zhvillohet gjuetia, edhe ku në bazë dhonave që ofrojnë menaxherët e vend gjuetive ka fond mjaftueshëm, ka zhvetegra, kuptohet sipas llojit, moshës, gjinisë, domthonë me inventarin që ka vënë menaxheri vend gjuetisë, atëherë ai organizon gjuetinë e cila ai e parashes se është e arsyeshme të bëhet në atë vend gjueti. Drejtoria për administrimin e parkut kombëtar Shari pranon se nuk ka inventar për llojet bimore veshtazore të rrezikuara në këtë zonë. Padyshim, parku kombëtar Shari karakterizohet me bukuri dhe vlera të veçanta natyrore. Një ndër to janë edhe llojshmëria shumë e madhe e bimëve, ashtu edhe e faunës. Ne si drejtori nuk kemi kapacitete humane për me mund me bën një inventar si për faunë, ashtu edhe për llojet bimore. Mirë po presim të ardhmen që me projekte ndryshme, apo investimin nga jashtë, apo edhe investimin nga niveli qendror, që të mund të kemi një inventar si për faunë, ashtu edhe për florë. Mirë po, deri tash nuk kemi një inventar detal që mund të dim saktësisht për sa lloje bimore apo shtazore janë në territorin e parkut kombëtar Shari. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka marrë vendim për hapjen e sezonit të gjuetisë 2022-2023, prej datës 18 shtator 2022 për lloje të caktuara të kafshëve dhe shpezeve të egra, sipas legjislacionit dhe në harmoni me planët e menaxhimit me vend gjueti të aprovuara sipas ligjit. Policia e Kosovës përmes një komunikate ka bërë të ditur se në rajonin e Prizrenit nuk ka vend gjueti të licencuar dhe se për këtë arsye gjuetia në këtë rajon nuk është lejuar. Policia ka shtuar se do të bëjë patrullime të shtuara për t'i ndalur rastet eventuale të gjuetisë kundërligjshme.